Civil Media. Faleminderit Xhabir, në paraqitjen e bukur mirëditë të gjithëve. Jam e kënaqur se në këtë ngjarje ndjen si në shtëpi shumë organizata qeveritare janë prezente dhe bashkëluftëtar me të gjithë luftojnë së bashku. Më shumë ti më pëlqen titulli që flet për perspektivat, për vizion, për shpresa. Vizion, besoj se na duhet e ndeko për të ndërtuar, kurse shpresa nuk duhet, po edhe atë ta hupim për shkak se kjo është ajo e cila mund të na nxjerrë tërë situata, për shkak se shoh se në thelb kjo është gjë e fundit e cila i mban qytetarët ende në drejtim të asaj se gjërat do të jenë më të mira dhe se në fund Maqedonia Veriore tani pasi e zgjidhi problemin e madh dhe se do të prezantojë visionin, do të prezantojë se ku po drejtohemi si dhe mbetet shpresa se do të kemi një shtet ku qytetarët duan të rrisin fëmijët e vet. Nisi ministri në vitin 2018 treguam se nëse duhet mund të fitojnë më shumë të holla apo edhe të bëjnë hapa më të kujdesshme që qytetarët të ndjejnë se thjesht diçka po lëviz në drejtim pozitiv, se probleme në mbrojtjen sociale dhe në fushën e varfërisë në Maqedoni do të ketë edhe më tutje, për shkak se edhe shtetet më të pasura janë ballafaquar me sfidat e njëjta sociale, mirë është me rëndësi që të mos kemi shkelje të drejtave të njeriut në institucionet e shtetit. Këtë e treguam si një proces të madh, reformë të madhe, e cila besoj se deri më vitin 2021 do të mbarohet në Republikën e Maqedonisë Veriore, ose vazhdojmë me këtë intensitet. Mbetet reforma me të cilën së bashku me aktorë të tjerë punuan në uljen e varfërisë të fëmijëve, të transferit shoqërore, po edhe zhvillimi i mbrojtjes në nivel lokal, për shkak se kjo nuk është vetëm dhënie të hollave qytetarëve, por mbështetje për të gjithë që janë të ndjeshëm dhe që kanë nevojë për mbështetje. Kjo reformë ka pritet në kuvend, besoj se të gjithë deputetët me një konsensus kombëtar do të thonë po, për Maqedonisë duhet një mbrojtje sociale e cila është moderne dhe se do të votohet dhe në fund të shkurtit. Besoj se ky është muaji kur duhet kjo të kryhet, për shkak se në prill besoj se qytetarët do të kenë mundësi të kenë transferet të para dhe komunat të vendosin në shërbimet e tyre sociale. Perspektiva për vitin 2019 që kemi për ligjin të mos diskriminimit do të futet në praktikë. Kemi një komision funksional i cili do të dijë saktësisht në bazë të si protokolleve dhe parimet do të funksionojë, pasi që kemi edhe buxhet për në funksionim të njëjtës dhe se do të zgjedhim kuadër cilësor të cilë do të punojnë në këtë çështje, por edhe të arshënjëzojmë, të masim varfërinë të fëmijëve dhe në fund të vitit të them se kemi në minimum, për shkak se financët ju dojnë familjeve të cilat vinë refuzhës risku social deri më vitin 2001, për vitin 2020 do të flasim në fund të këtij viti, mirë po besoj se bazat janë në futur dhe unë si ministresh së bashku me administratër treguam se hap pas hapi mund të arrijmë deri diku. Faleminderit edhe një herë. Civil Media.